proteina është kryesisht një suplementim që diskutohet për rastet e njerëzve që stërviten, megjithatë ka filluar vitet e fundit që të konsiderohet proteina si një suplementim bazik edhe për njerëz që nuk stërviten. Do ishe pro proteinës për të dyja kategoritë, edhe për ata që stërviten, edhe për ata që nuk stërviten. Mendon se është e shëndetshme ajo proteina e sintetizuar apo nuk je shumë fan i saj? Tifoz i saj na falni për. 2/3 e proteinave që janë në treg janë të prodhuara në mënyrë jo të kujdesshme. Dhe jo të kujdesshme është për ta thënë politikisht korrekt. Po. Përmbajnë metale të rënda, ato bëhen temperatura shumë të larta dhe kjo jep edhe një denatyrim të proteinave. Denatyrimi i proteinave mund të shndrojë ato në element proinflamator. Amonëzisi mund të krijon kompleks autoimun në organizëm. Kështu që të gjitha këto mund shmangen përmjet një ushqimi natyral dhe normal. Nëse do përdoren, unë do të këshilloja firma rigorozisht të testuara dhe produkte natyrale, sepse natyrale në kuptimin që proteina është e pa ëmbëltuar, pa aromatizues, pa aditiv të tjerë, domethënë duhet gjesh forma të tilla proteine. Sepse këtu futet edhe problemi tjetër aditivët që kanë proteinat. Shumica janë të mbultuar me sukralozë, me aspartam, me acetasulfam. Doktor, nuk i njoh personalisht këto emra, po aromatizues, të cilët të gjithë janë pro-onkogjen, dhe përse të riskosh një gjë tillë, sepse proteina do jetë një produkt që ti do ta konsumosh për ditave. Doktor, një sekond doktor, se të humba një moment. E para ato emrat që përmende nuk i njoh. Domethënë nuk i kam dëgjuar, po janë të dëmshëm me siguri, duken që nga emri. Çdo gjë artificiale, kimike është e kuptueshme. Onkogjen, lindje masave, tumorale, janë protumoral. Okej. Dakor. Tani është shumë e rrallë tek proteinat që qarkullojnë, ciladdo qofshin markat, edhe marka shumë të famshme. Të përmend tani emra pak rëndësi, ka njerëzit që merren e dinë se cilat janë. Një aneks, edhe për këtë kategori. Ato janë shumë kushtueshme. Jo, nuk janë të kushtueshme. Jo? Kanë çmime relativisht të njëjta janë. Po pra procesi do kaloj të njëjtin. Janë prodhuar në njëjtin proces. Po njëjti proces, temperaturë shumë e lartë e eksplozimit. Ai proces është po të paktën të shmangen këto pasojat e tjera negative. Okej, ndërkohë që ai skupi që e kanë kaq të rëndësishme njerëzit për ta marrë, domethënë në fund ditësh është 25 gram protein, mund të jetë, domethënë nuk është asgjë më shumë se 300-400 gram kos. Shumë persona kanë çrregullime gastrike, ka shumë persona që ne kanë të pamundur marrjen e saj ose kanë çrregullime dispeptike pikërisht për këtë arsye, sepse proteina që merret nuk është në harmoni me elementë të tjerë.